E disa njerëz bëhen pishman që kanë ardhur në Gjermani, Është vështirë. E nuk e ke iden sa pishman bëhen, por i ka kap sistemi i fëmijëve që i kanë futur në linjë dhe ata sakrifikojnë vetëm për ata fëmijë, sepse ata vuajnë. Unë e di shumë mirë se unë jam atje. Nuk e ke iden sa vuajnë. Se kanë familjarët, se kanë nuk është veni aty. Por nuk të lë mundësi Gjermania që të jetosh si që jetosh në Shqipëri. Ta merë kohën me gramatur. O Mirja, më hap një shkreps? O po ti që të fakti që shkon atje në një moshë caktuar, ti nuk e jeton me jetën ashtu, edhe sikur ta ke shkollë. Se ti nuk ke njerëz. Ti nuk do bësh, ti nuk mund të krijosh atje shoqërinë që i ke bërë këtu që kur ke qenë 6 vjeçë, 7 vjeçë, 8 vjeçë. Nuk rikuperon dot kur kohën e gjimnazit në raport marrëdhënies, shokësh, shoqësh. Unë e kam përjetuar vetë, unë kam shkuar në moshën 33 vjeç në Gjermani. Edhe kuptohet se jeta ime këtu se si ishte, shkova atje dhe unë atje për pak kam qenë të kalu depresion, për pak. Vetëm për një arsye nuk kam kalu se jam tip që në poshtë atë gjë, nuk e kuptoj që po vjen dhe them ik se nuk është ime dil për jashtë. Duke patur parasysh që kisha familjen time, ton aty, që kisha krijuar edhe një grup të vogël aty shqiptare që hajde rrim bëjmë, minimum i mundshëm që mund të bëjnë ata, se s'kan kohë. Dhe prapë me televizor, me shtëpinë, me të gjitha, me celular, dhe prapë thoja ku erdha. Celulari. Po unë plako që e kam bërë vetëm fare. Ka marrë malli për celularin Vetëm tënd? fare, vetëm. Keq, mos e popshëm. Ka një ndryshim. Ti mund ta kesh bërë vetëm sepse ke qenë edhe me iri. Stenardon. Dhe mosha ndryshe. 25 kam qenë kur kam. Po 25 me 34 nuk është njësoj. Patjetër. Nuk është njësoj sepse atje është mirë që të filloj situata të Sa më shkosh shpejt. nga zero. Nga zero, në momenti i nisjes të jetës. Si ke ikti mirë nga Shqipëria? Pse i Ka ka? pasur karrierën këtu, artistike. Familje pra? Jo, në momentin e parë që ti ke vendosur të largohesh nga Shqipëria, çfarë viti ka qenë? Nuk u vendosa me u largu nga Shqipëria, mu merri fati ashtu. Kam takuar gruan në Shqipëri unë. Ah, ke takuar në Shqipëri dhe ajo ishte gjermane. Okej. Ja ta Se nuk e morë ti nusa në Shqipëri? Goca, ajo duhet të Gjermane mo. Po pse nuk e Pse përse morë? ti tje? Jo për zotin. Jo, unë e dija se e kam pyetur ashtu huaj, Jo, s'isha ditë. por në shtetësim, se ndoshta jetoni në Gjermani, po ajo mund të jetë Historia ime është me tre fjali, që kur dalin në një momenti ta shtjelloj, se do rrinë këtu deri nesër mjes. Historia është kështu, që martohet kushurira ime me një diplomat gjerman që punonte në ambasadë. Ata martohen këtu në Tiranë, bëjnë dasmën dhe ne shkojmë të Goca Gjajës, e kupton? Dhe atje vjen edhe kjo gjermanka, si shok me këtë dhëndrin, që kishte marrë krushit me vete, po themi. Kishte marrë edhe një 20 vetë nga Gjermania, e kupton? Ishte pjesë kjo aty. Dhe ne takohemi në dasëm, të dy. Ti bi shkurtër se ka histori dhe ajo. Dhe nga aty fillojnë kontaktet, ajo hikën se do iktet nesër në. Unë jam këtu, me Messenger. Koha Messengerin. Sa vjeç ke qenë? 32. 32, okej. Me Messenger dhe me telefon. Merte nga numri shtëpisë, Stenardo. Ajo, merte në telefon numrin tim. Se nuk ka pas WhatsApp e kështu gjërash, akoma. Situata. Dhe flistim telefon, flistim Messenger, me anglishtën unë çobançe. Ku t'ja unë anglishtën ta mamë, se unë që arruar. Ma ka arruar se po se praktikova, aty fillova unë duke e praktiku me atë. Që unë kohën e foljeve e ke parasysh ti, po ajo e kuptonte dhe pastaj erdhi dhe njëra ajo këtu, që erdhi tamam për mua. Qershor, kujdes, qershor. Se vjeç ka qenë ajo mirë? Ajo është 6 vjetë me mua, më e vogël pa.